Mirë, do të kalojmë këtë thyerja dhe unë do të tregoj një ndodhi të vërtet nga jeta. Ishte një shok që vazhdimisht e ftonte shokun, i thoshte, po të lutem, hajde dalin pim një kafe, dhe ai gjithmonë ja shtynte. Po jo sot, nesër se më doli një punë, dhe mbasi shoku ja kishte shtyr për 5 ditë rresht, ai e mori ditën e 6 dhe i tha, të lutem, i tha, a mund të të vi të të marr 5 minuta të bëjmë një xhiro, vetëm 5 minuta do marr nga koha jote. E mori shoku në makinë dhe bën një xhiro nga Varrezat. Dhe i tha, i shikon të gjithë këta që kanë vdekur, të gjithë këta e kanë lënë një punë pa bërë. Kështu që të paktën në këtë jetë mos humbim takimet me njerëzit e dashur. Ajo është më e rëndësishmja. Mos humbim kontaktet me ata që duam. Se puna do të pres. E kam dhe për veten time këtë. Urdhëroj. Shpëtë, më pëlqeu kjo. Ishte çik me vete, më pëlqeu shumë. Unë do recitoj një poezi që e kam shumë qef. Do merret vesh pak më prapa pse po e recitoj këtë poezi. Po unë e dua fort, një poezi nga Lefter Qipa. Quhet Ngjyra e shpirtit. Nuk ron ai që s'ka rojtur, që s'ka mbrapa histori, i pasuri që s'ka të ngopur, mbetet pa dritë e shikim në sy. Mbetet një kalor si varur, një uthar pa lavdi, dhe pas vdekjes i përfalur, pa gur mbi kokë në tretësi. Guri si gur mbetet, a i mbetet i gurosur, lindja e pa vdekur mbetet, sepse s'pranon të rudhosur. Jeta është e perëndushme, zgjat mëtej, por të këty soset, shpirti ronë si i padukshëm, veç prej bëmave ngjyroset. Asaj. Pëlqeu. Lefteri. Do ta kuptojmë tani pse recituam poezinë e Lefter Qipës, kalojmë direkt në Vëmçe. Shkojmë në Vëmçe.